Universiteti Ralt ka marrë pjesë në një aktivitet pastrimi në kuadër të ditës ndërkombëtare të ligatinave. Qëllimi i kësaj dite është rritja e ndërgjegjësimit dhe inkurajimit të veprimeve për të ruajtur mjedisin dhe ekosistemin. Pedagog dhe student universitetit të vetëm në jugun e vendit me programet e studimit në mjeksi u angazhuan për pastrimin e territorit në lagunën e Nartës. Ligatinat kanë një rol shumë të rëndësishëm në ekosistem duke kontribuar në ruajtjen e biodiversitetit, filtrimit natyror të ujit, mbajtjen e sedimenteve, uljen e sasisë së kimikateve dhe mbetjeve, si pasojë mbrohen lumenjtë dhe detet, si dhe parandalohen përmbytjet. Gjithashtu, kanë rëndësi të veçantë edhe në zhvillimin e turizmit. Universiteti Ralt përfaqëson një institucion arsimor me një vizion të qartë për të ndikuar në mënyrë pozitive në zhvillimin e vendit dhe në veçanti të rajonit të Vlorës dhe Jugut. Pikërisht në këtë këndvështrim, ky universitet nuk i kushton vetëm rëndësi studimit, por edhe punëve në komunitet. Studentët e këtij universiteti janë tepër të ndjeshëm ndaj kontributit të tyre për mjedisin apo edhe për çështjet sociale. Në një kohë kur arsimi dhe tregu i punës kërkojnë përshtatshmëri dhe inovacion, në Universitetin Ralt është ndërtuar një filozofi e bazuar në standarde ndërkombëtare të arsimit të lartë. Kjo gjë reflektohet në programet e larmishme, si në shkencat mjekësore ashtu edhe në ato ekonomike, të cilat synojnë të përgatisin profesionistë të aftë. Drejtuesit e Universitetit Ralt janë të përkushtuar të mbështesin studentët në çdo hap të rrugëtimit të tyre të dijes dhe suksesit, duke i pajisur ata me njohuri, aftësi dhe vlera që do të shërbejnë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për veten dhe shoqërinë. Në këtë këndvështrim, një rëndësi e veçantë i kushtohet edhe punëve komunitare, duke dhënë kontributin në mjedis apo edhe në çështje sociale, pasi në Universitetin Ralt nuk ka vetëm jetë akademike, por edhe kontribut për komunitetin.